Shikoni një ndodhi që ka ndodhur në Damask, në Sham, në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Kathir ibn Qaisi, kuntu jalisan inda Abi Darda, isha ulur në mejlisin e Abu Dardas fi mesjid Dimashq, në xhamin e Damaskut, në cënë xhamin e Mevite, xhamin kryesor në Damask. Allahu dhu xhelal këtë vend e gëzoft me sundimtar të drejtë dhe të mirë, edhe atë sakrificë muslimanëve atje që kanë bëu vite me radhë, e kurorëzoft me sukses dhe triumf të hakut të vërtetës inshallah taala. Thot Kathir ibn Qaisi, isha ulur në mejlis të Abu Dardas në xhamin e Damaskut. Thot erdhi një njeri te Abu Dardaja radhiyallahu anhu, tha ja Abu Darda, o Abu Darda, atejtuke min al-Medina, kam ardhur prej Medinës. 2000 kilometra i ka Damask Medina. Sot haxhilerët kur u thënë për toke lodhen. Para mendo atëherë me deve dhe me koj. Atejtuke min al-Medina, min medinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nga Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. Për një hadith që kam dëgjuar se ti e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dini çka do të thonë kjo? Pasha Allah s'muni me kuptu. Wallahi s'muni me kuptu. Ai që atë hadith ka mujt Medinë me ndëgju. Se edhe sahabët tjerë ka pas Medine, po ata se kanë dëgju drejt përdet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë dëgju nga Abu Dardaja. Edhe tash nëse me ndëgjue nga i pari, është dashur me ndëgju nga i dyti. E përës me ndëgju nga i dyti, ai ka udhëtuar prej Medine në Damask me ndëgju nga i pari. Pash Allahu na e kishë bo. Ju xhamia të keni gjithë me derat e shtëpisë. E shkoj në xhami me nguders. Keni me shkuin në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sahabja, ose të alimi ulemat e sotit të mëdha, po. S'mundet. Ti që si i gatshëm me shkuë 500 metra në xhami me nguders, ki me shku 5000 kilometra me nguders, a mundesh ma mushmenën? Mundes, s'ka kush ma mushmenën, se ai që s'mundet 500 metra me shku, ka me shku 5000 kilometra. E ky është ai buri. Këta janë ata bura që s'ka dash me marr hadithin me dy transmetues. Ka dash me marr hadithin nga transmetuesi i parë, nga sahabiu. Edhe i ka bëu 2000 kilometra. 2000 kilometra, ti si e gatshëm 500 metra me bëu për të shpejt në xhami. Edhe me marr xhamatin me bëu evidencë. Edhe me anxhel fund vitit listën e evidencës, shumica për neve kanë më turpnu, kanë thonë, mos ma kallëzesh. Se e di se ma shumë minusa se plus e kanë më dalë. Përveç një pakicës, Allahu i rujti dhe ashtat gjithve, po ata që e kanë entuziazmin, ambicien, vullnetin, energjin, që mos me mungun këta me gjizet hajrit. E i tha Abu Dardaja radiallahu anhu, qale fema gjaa bike tijaratën, tha nuk ke ardhë për tregti, se ndodhë dykosh, për shemë, e kanë dykosh me dikant në biznis, a e tha që kemi të xhamia të në gjiku të takomet, edhe ders të hoxhangojme edhe sosin punën. Me të shqe, Budedaj po thot, a mos ke ardhë në Damask, se Damasku metropol, do më qyteti vjetër, mos ke ardhë të bësht edhe tregti, edhe ta marrësh këtë hadith. Thot, ja. Nuk shkojnë në xhami me 2 jeta. Nuk viju në pil Medinë të këtu me 10 jeta. Mirë. Tha, mos kjo për në hall tjetër halbet në? Tha, ja. S'ka marrë. Veç për këtë hadithin më marrë për teje. E tha Abu Dardaja, i dha myshte këti. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma
sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush ec një rrugë për të fituar dije, sikur se kjo që ka ardhur në Medinë deri në Damask, 2000 kilometra ka ec udhë për me marrë një dije, një mesele, një diçka të mëson, ati Allahu ka për t'ja lehtësu udhën e xhennetit. Një. A që ka që vetëm jo? Po, a kish mjaftu me kaq, po s'kish mjaftu. Me qenë xhenetlia pak është. Ama vazhdon. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. Kur jenisti me ec udhëve, janë radhit me laqet djathtas edhe majtas, edhe si kanë pas krahët e hapura, i kanë ullë. Në shenjë respekti dhe kënaqësie me atë që jetë për e boti. Për shpjes tonë të jenis me shkun xhami me mësu, me laqet të radhitën, të bëjnë ta qelin udhën. Jo njerëzit, si çdo tash me këta politikanë. Edhe vjen bot një miting para zgjedhor, mlidhen turma e njerëzve dhe vjen protagonisti kryesor, qelet udha me ec. Ti je më i madh se ai, e di pse? Se ty nuk ta qelin udhën njerëzit e thjesht si ti, apo interesgjit që kanë interes për teje. Jo, ta qelin me laqet s'kan ku një fan interesi për teje. Edhe ato rinë gaditu. Si kishin krahat e hapura, i ullën krahat. Rinë gaditu, në shenjë respekti dhe kënaqësie me atë që je duke bo. Pse? Je të shku me mësu fenë Allahu Teala. 2. 3. Wa inna talib al-ilmi yastaghfiru lahu man fi as-sama'i wal-ard. Nxasin e dijes luten për falje për te, krejt që kanë qej edhe në tokë. Krejt që kanë qej edhe në tokë, luten për ty që unise nga shpia, me shku me mësu disha nga fe Allahot. A e të po sa ke humbë. A e përvëren sa her me shkel nuk e ra shpërblimeve të Zotit. Pse? Ishe i loftë, së mushe me uqu. Kishte futbol me lujt, ekipi jo t'i preferu. Ishe të bo ma bet në kafe me shokun tanë në dashur. Ishe të numru paret fitimin e ditës. Ishe të bo biznesin e natës. Ishe, edhe s'kishe koti me shku me fitu këtë, që krejt që ka në qirë dhe tokë më ullut për ty, pse? Vetë pse njës me shku me mësu diçka, për fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Hatta l'hitane filma, ma dja edhe peshqit në deti, sepse përmendëm qilën e tokën, e shtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një hapsir, që ndoshta dikujt i shkon mendja se nuk e kaplon qielli dhe toka edhe deti në oqeanin, tha madje edhe peshqit në deti luten për falje për atë që është nisë rrugës së dijes. 3 ose 4, 5. Inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakibi. Tha vlera e dietarit përball adhuruesit është si vlera e hanës përball planeteve tjera. Ajo shkëlqen, ajo shëndrit. Tjerat janë nuk shifen, nuk kanë dritë. Ma dja askush si ka këndu e planeteve tjera si kurse i kanë këndu për atë të hanës. Andaj vlera e dietarit përball adhuruesit që nga si kurse vlera e hanës përball planeteve tjera. 6. Innal ulama warathatul anbiya. Me të vërtet dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pse? Sepse innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathu al-ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Se pejgamberët nuk lanë trashëgimi dinare dirham, për atë që vrapojnë sot njerëzit e vriten, e lodhen në raskapiten, por la pas vetit dijen në miras në trashëgimi, e kush e merr dijen e pejgamberëve, ai ka marrë hisën më të madhe dhe më të mirë të kësaj dynjaje. Aja vleti mi a thonë këtë hadith Ebu Derdaja radiallahu anhu këti, ja vleti vallahi. Me këto 5 apo 6 mysh dhe të mloja.
ja vlen me mi thonë edhe mua, me ti thonë edhe ty. Edhe më boj gjaja ma e dashur për shpirtin ton, për zemrën ton, mësimi dinit Allahu dhul xhelal. Mos mira me shkelm librave të shumta që i kemi në shtëpiat tona. Mos mira me shkelm derseve të shumta që i kemi në xhamiat tona, alhamdulillah. Mos mira me shkelm tive dhuntive të mëdha që ne ka dhënë Allahu dhul xhelal. Se pasha Rabbul Aleminin, wallahi wa billah. Nëse na i përbuzim të mira që ne ka dhënë Allahu, ka më ne i marë. Ma një men një që një matri. E në jep Allahu i mërë, e jetojmë edhe 5-6 vetë tjera. Edhe e shifni, nëse e përbuz një ilmin, Allahu va mërë. Nëse e ngrit një respektoni, e që një naltë, Allahu ka më ngrit. Edhe andaj, Allahu i shpërbleft hoxalartë e kohës fundit, që mundohen edhe me 2 xhamat me moj desin gjallë xhamiat e veta. Sepse ata me këtë janë përsil një bereqet madhë këtë qytet. A mjerë për atë xhamat. Mjerë për atë xhamat i cili e shpërthilat hoxh, edhe angazhimin e tij, edhe mundin e tij, edhe kontributin e tij. Pse? Se s'ka vakt të nejnë qajtore në kafeni. Mjerë për atë, pasha Allahun mjerë. Mos mendoni se keni me me të vëzum se Zoti dhul xhelal ju ka zgjedh juve si benu Israil me ju dash më shumë se tjerë. Jo vallah. Ti si mos ta dush udhëzimin e Zotit, Zoti s'mand me zor udhëzimin e tij. E kush e don udhëzimin e Zotit, erin hazër mësimit të fesë Allahut. Kush don me vjel frytet e udhëzimit e ujit, pemën e udhëzimit me dije dhe me ibadete. Në Islam s'ka për hatër asnjë send. Allah kur kujt asgjë s'e për hatër. Veç më merit. Andaj aq sa e madhnoni me zgjidhjen e ilmit, aq Allahu ka më ju bot mëdhej në dunjë në ahiret. Aq sa e përbuzni me zgjidhjen e ilmit, aq keni më kon të përbuzur në dunjë në ahiret. S'ka këtu matematikë të rejtë. O shumë e qartë. Ti vetë vendose për kemi qenë. Vetë vendose për kemi qenë. A kemi qenë të ata që ka ngritë Allahu me ilm, a kemi qenë të ata që ja këthin shpinën ilmit, u nënshmoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, çdo gjë lutet për çka? Për atë që niset në rrugën e dijes, me mësu diçka nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse edhe ky hadith nuk është i mjaftueshëm për me na nxit neve me qenë besnik mësimeve të fesë të rregullt, pa mungesa, atëherë ato zemra dhe ato mendje kanë nevojë për shërim të madh, për ndërhyrje urgjente dhe emergjente, se s'janë të rezi, janë përmbys ato, janë zmbraps, ka nevojë për intervenime të mëdha me i kthi ata në udhën e xherit. Dhe vepra e tretë që ka të bën me dytën është t'u mësojmë njerëzve të mirat e fesë. Ti thrasim njerëzit në mësimet e fesë. Secili me kaçikun e vet. Secili me kapacitetin e vet. Secili me takatin e vet. Tu mos i përzi gjanat. Kur flasim për me thinë fe, flasim më u fol njerëzve për gjërat që ti i din mirë. Jo një xhamat më bo mufti. Jo një fillestar më bo alim i kohës. Jo. Po ato gjëra që i din, ato që i ke mësu, ato që i ke lezu për hapi. Tregoj njerëzve ato që va thot Allahu. Tregoj njerëzve ato që va thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti u mëson njerëzit mirën dhe i thret njerëzit ka e mira, përsëri këtë krijesat i kin shërbimin tan. Këtë ato kujdesen për ty dhe luten për ty. Ebu Umamet el-Bahili rahimullahu ta'ala radiallahu anhu thot: Dhukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim. Fa i përmendën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dy burra, dy njerëz.
Njëri ishte i dhënë mas ibadetit, mojnë e men rinia sidomos. Njëri ishte i dhënë mas ibadetit, e tjetri ishte i dhënë mas dijes. Njëri ishte abid, adhurues, e tjetri ishte alim, dietar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترثى بيغمير صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم vul vlera e dietarit përballë adhuruesit është siç është vlera ime kashi më të ultit në mesin tuaj. A e ke qartë? A do me ta vizatu? A e ke qartë? I dituri përballë adhuruesit, jo ignorantit, adhuruesit, dhe kjo është i ngritur. Është siç është pozita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përballë sahabiut më të ult, më të vogël. E tash ti zgjedh ku më qenë. Shumë është e lehtë kjo, ti caktoja vetit vendin. Ti caktoja vendin vetit. Ti. Pastaj tha inna Allaha wa malaikatahu wa ahli as-samawat wa ahli al-ardin hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Fa Allahu e bekon melaqet, banorët e qiejve, banorët e tokës, bubreca në vrimën e vet, peshku në detin e vet, krejt këto luten për mësuesin e njerëzve, për atë që u mësojnë njerëzve të mirat. E kjo është për ju, përse si musliman, veçanti për hoxhallat. Sidomos për ata hoxhallar që ndoshta kanë herë përtojnë me kry këtë amanet edhe me kry këtë detyrë. Po vlen edhe për ty që ti shkon të hoxha nders, e kur kthesh të shtëpia asnjë fjalë gruas tonë s'ia thu. E asnjë fjalë djalit tan s'ia thu. E asnjë fjalë vajzës tonë s'ia thu. Kjo vlen edhe për ty që ti shkon në përders e po kur kthesh të shtëpia nanës e babës, asnjë porosi dhe mesazh për fjalëve të Zotit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë. Asnjë selam prej dersit nuk i përcjell tek shokët e tu, kolegët e tu, familja jote të rrethi që të rrin me to, ndoshta ka 7-8 orë, 10 orë kështu më radh. Shkove në xhami, e ngove dersin, ku flete, ku ke qut, ku ke me mend ders, ku të fluturon mend të dyqani ose të biznisi ose të malli, usos dersi dole pijamia, shka majte men, edhe kur kujt, kur një sen si thare. Qka hupe? Hupe këtë. Bekimin e Allahut, lutin e melaqeve, banorëve të qiellit, banorëve të tokës, bubrecave në vrimën e vetë, edhe peshqeve në deti. Keq që të i hupe. E masën e vallas për në hecë, po s'hecë. Se ti për hupe bekimin e Zotit, tu e shpërfil atë mirësi që ka dhënë Zoti Dhul Xhelal. Tu i ron me shkel ti vetmyra që ka dhënë Zoti Dhul Xhelal. Tu mos qenë krenarti me islamin tanë, tu mos qenë krenarti me atë që ka dhënë Zoti, tu mos qenë krenar me atë që ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun, nëse na si musliman sot nuk dihemi krenar me këtë mirësi që ne ka sjellë Islami, s'na ka merët më kuni sen për i burnis ose për i menquris. Se alhamdulillah tanat mira që na sot i kemi për shkak të Islamit. Edhe shka shojmë na nënën tjetër, themi alhamdulillah që jemi muslimat. Edhe shumë probleme, pse na nuk i kemi për shkak të Islamit, nuk dimi të falim Allah që alhamdulillah që Allah nuk na ka sprovu ma të probleme. Që i ka përëndimin veçanti. Neve si hoxhallar na bie shpesh me komuniku me xhamatin ton jashtë, na pyesin, na shkojnë. Paramendo çfarë anomali, çfarë dukuri degeneruese kanë depërtuar familjet muslimane në Perëndim. Mos flasim të tjerë çka do. Wallahi më ndëgjoj të rastet për një moment zbardhën flokët.
Sa janë momentet vështira dhe të rënda, që s'din çfarë përgjigje më i dhonë, çfarë zgjidhje më u gjet. Pse? Për shkak se këto mësimet e Islamit atje s'kanë vlerë. Atje shejtani dominon edhe ai udhëheq. Edhe ka bu njërin lole, sjellë si do në vetë. A neve muslimanëve elhamdulillah. Për shkak imanit ton, për shkak ikhlasit ton, për shkak namazit ton, për shkak rregullave fetare që respektojnë na alhamdulillah s'mundet me lutë me neve shejtani. I dimi ku janë vijat e kuqe, i dimi ku janë vijat e trasha. Bëjmë gabime, njerëz jemi, ama e dimi se deri këtu mas e në zban. Po ka njerë edhe e dimi se edhe ajo zban, po themi se kjo gabim, e kumbo, ma kjo nuk është mirë. Nuk lejmë na që keqen që e bëjmë, me arsyetu, me justifiku, të e mohu se është e keqe. Hala jemi kështu, elhamdulillah, epse lufta më e madhe është kjo, që na jo vetëm t'i bëjmë të këqijat, po edhe t'u themi të këqijave që janë të mira, e të mirave që janë të këqija. Kjo kërkohet nga partia e shejtanit. Ata si janë dakord ti me thonë, une mos më pengon nëse ti je ndryshe prej meja, je kështu ose ashtu. Kjo si mjafton ti? Jo, ti dush me thonë se kjo që e bën ai është e mirë. Jo më se pengon, kjo ka kalu kjo fazë. Ata s'dakordohen tash me thonë mos më pengon. Jo, që s'pengon ty, po se po s'pengon. Po dush me thonë ti kjo është e mirë, kjo është evolim, kjo është zhvillim, kjo është përparim. Nëse se thuket ti i armik e joni. E në alhamdulillah thim Allah, e mirë është e mirë, e bardhë është e bardhë, e zezë është e zezë, e keqë është e keqë. Unë ndoshta nuk jam me lache, ama edhe shejtan s'jam. Ndoshta unë jo këtë mund të e mirë i bëj, ama edhe ato të këqijat nëse i bëj nuk i arsjetoj. Thamë e keqë është e keqë. Andet dashu vëzër, mbetet borx detyra jona që na të angazhohemi në thirrje të njerëzve në Islam. Tu mësojmë mirësitë e Islamit. Shumë herë fjalët e tona të vogla të pakta mund me kon sebeb të udhëzimit të shumë njerëzve. Hoxhallarët nuk duhet me përtue. Duhet me shlizu çdo rast me thonë një fjalë të mirë, një këshill të mirë. Sepse fjalën që ai e thot pa ja dhënë një vëmendje të veçantë mund me ndiku dikush me ndryshu këtë jetën e tij. Shfryzimi i rrjeteve sociale, ata që kanë rrjete sociale, mos i shfryzojnë për gjëra të kota, për muhabete boshe. Nëse kina ajet postojnë, nëse kina hadith postojnë, nëse kina fjalë të ulemave postojnë, mos shit mend e tuja se s'ki ti mend për mishit. Si ki mend për mishit. Do xhamat do jenë të ri, e din si i ngjan. Si me shkuti më në pazar të kerreve, këtë kerë 2019 që 2018, 2017, ti shkon me një kerë të vetës 2010 ose 8 ose 9 rapacin që themi na, edhe hinë pazarit. Shatën be, pazar, që 100 euro veç të largohi pazarit, mos e prish bukurinë e pazarit. Edhe ndodh do janë të ri, dhe mishit me të vetë në Facebook. S'ki ti men për mëshin Facebook. S'ki ti men mëshin Facebook. Mjafton me nxjerr fjalën e Allahut, mjafton me nxjerr pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ulemave. Po, kur mësosh ti, kur lexosh ti, kur ti bash një 40 vjet hulumtime, lexime, ndeje pa ulemave, atë del kallëzosh akime kallëzo. Ama ti Allah, si ke që Allah një libër si ke lezu, jo 2 libra, se ata është u bën hajgotën, 2 libra ka lezu, as 2 s'ka lezu, Allah një se ka lezu, jo 2, se 2 a 5 sukses dhe diko. Rejtë nuk kanë me shqit mend tona, se mend tona nuk kanë vlerë pazar. Mend tona dhe kur kanë vlerë pazar, si thot të në populli. Veç kur i shesin si trun. Pse? Se thënë, janë pa përdorë. Janë pa përdorë, pak janë të përdorë. Ama realisht, kjo është kriza jonë, kriza e ilmit, edhe kriza e punës me ilm, edhe angazhimit vetes tonë me ilm.